Mirë, jemi rikthyer në këtë pjesë të tretë, është bashkuar me ne në studio edhe Raimond Dervishi, kryetari i shoqatës së Gjeodetëve. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Kënaqësi që jeni me ne. Ne diskutuam pak edhe në pjesën e parë dhe dytë, pastaj e zhvendosëm disi fokusin tek ky vendim i ri që qeveria ka marrë për kalimin e pronësisë në ato, le të themi, familje të cilat kanë ndërtuar në tokë shtetërore. Por unë dua t'i rikthemi pak argumentit të zhvendosjes së kadastrës. T'i rikthemi për të kuptuar pak se si e keni parë ju edhe në raport pra shoqata dhe çfarë mund të sjellë një vendimarrje e tillë, pra impakti që mund t'jap tani, por edhe në vimësi. Atëherë, parë në këndvështrimin ligjor, ky urdhër administrativ që ka dalë nga Drejtoria e Përgjithshme e Kadastrës është një urdhër që nuk gjen fare zbatim, është një urdhër në kundërshtim flagrant edhe me ligjin. E gjithë baza ligjore që përmendet mbi fjalën urdhëroj nuk ka të bëjë fare me funksionimin. Organikat e institucioneve shtetërore, kompetencat lëndore dhe toksore përcaktohen nga vendimet e Këshillit të Ministrave, nuk përcaktohen nga një akt administrativ i një drejtoreshe apo një ministri apo një tjetër, përcaktohen me vendim qeverie. Kadastra e Vlorës është e përcaktuar si organik për të ushtruar aktivitetin e saj në qarkun e Vlorës. Dhe si e tillë ka kompetencë që ta ushtrojë atje aktivitetin. Zhvendosja pranë zyrës së Tiranës është komplet në kundërshtim me ligjin. Pra mënyra se si është bërë, fakti që ka pasur një urdhër të brendshëm të agjencisë së kadastrës qendrore në drejtim të kadastrës së Vlorës. Pra nuk ka pas një vendim qeverie le të themi për këtë, nuk ka vendim qeverie, është një urdhër i brendshëm që zhvendoset, por nuk ka asnjë argument edhe në ato që ASHK-ja hedh. Nuk ka kompetenca nuk ka kompetenca një drejtor administrativ për të dhënë një urdhër se ku do ta ushtrojë organikat. Edhe kompetencat, si lëndore, si toksore, përcaktohen vetëm me vendim të Këshillit të Ministrave. Nuk përcaktohen se kjo drejtoresh sot do që aktiviteti zhvillohet në Tiranë. Po sikur nesër vjen një drejtor tjetër, larg qoftë, vjen një drejtor tjetër dhe thotë nuk e dua drejtorinë e Vlorës në Tiranë, po më pëlqej ta çoj në Shishtavec të Kukësit, fjala vje. Çfarë do ndodhi? Do shkoj drejtoria atje, se shoh sot më të arsyeshme që të jetë atje, se ushtrohet atje më kollaj, janë më të qetë njerëzit psikologjikisht, nuk i kapin këto bandat, sepse kjo zallamahi ka filluar me një pretendim të viteve të mëparshme, të drejtuesave të tjerë të mëparshëm, ka filluar si pretendim, filloi me kadastrën e Durrësit, filloi si pretendim që na e kapin bandat. Edhe na e kapin bandat se kadastra e Durrësit është në një qendër tregtare. E hoqën nga qendra tregtare e Durrësit, që kishin marrë ambientet me qera, e çuan në një qendër më të madhe tregtare, tek qendra tregtare pranë aeroportit të Rrinasit, se zyra private ishin prapë. Ja larguan pak bandave, ja bën punën më të lodhshme për të ardhur deri në Rrinas. Pastaj e sollën në Tiranë, se u rikonstruktua godina. Po kjo nuk ndodh për efektet sepse shteti na pas ka frikë, se kjo është rënje shtetin, nëse shteti i largohet bandave dhe ta fshet drejtorinë e kadastrës, i bie që dhe kryeministrinë ta fshehin se dhe atë po e kapin, sa kemi parë në këto emisionet e fundit, që ta zhvendosim të kryeministrinë, ta çojmë në një shtet tjetër, se mos na e kapin këtu bandet i fshihemi. Pra nuk është një zgjidhje që ofron zgjidhje. Nuk është zgjidhje që ofron zgjidhje. Kjo është një organizim i çorganizuar. Çfarë pasojesh në raport gjithmonë me qytetarët, se kjo është gjë më rëndësishme, pra edhe fokusi i diskutimit ky duhet të jetë. Në raport me qytetarët, do t'i penalizoj kjo, sepse u ndala pak edhe me avokatet në pjesën e parë dhe dytë, fakti që një praktikë e tillë, sa kohë gjithë procesi nuk është digitalizuar, çfarë nënkupton që jo të gjitha shërbimet ofrohen online, pra një pjesë e reduktuar shërbimesh mund të ofrohen online pa që nevojat paraqitesh në sportele, fakti që nuk është bërë një gjë e tillë dhe ka një kalim le të themi të kompetencave, shkrirje të kësaj drejtorie dhe zhvendosje në kryeqytet. Çfarë do të ndodh me këto qytetarë? Këto qytetarë do të kenë përveç se një zvarritje më të madhe në kohë, do të kenë edhe një kosto shumë më të madhe financiare. Për shumë arsye, në qoftë se në kadastrën e Vlorës, se nuk është vetëm digjitale siç e trumpetojnë këto drejtuesat apo kryeministri që thotë është digjitale dhe s'ka nevojë fare. Çdo dokument është aplikimi digital. Të gjithë dokumentacioni shkon si fashikull i tërë
shkon manual i printuar në letër. Dhe ky dokumentacion, nëse do ishte në Vlorë që do të shkonte brenda ditës nga posta, këtu në Tiranë do dojë një 4 ditë për ta sjellë posta. Edhe pa leje do ta sjellë, se mund ngeli dhe rrugëve, siç ka ndodhur gjithmonë që nuk kanë ardhur me postë apo kanë ardhur. Këto qytetarë, nëse për një përgjigje të ASHK-s. Gjykoni që do të ketë vonesa në raport me trajtimin e rasteve për të procesuar kërkesat dhe njëkohësisht më shumë kosto për qytetarët. Më shumë kosto, sepse ai do detyrohet të vi në rastet kur ka këto përgjigje që s'ka ardhur posta, qytetari është detyruar të trokasi, ka apo s'ka sportel, do t'i zej rrugën atij drejtuesit institucionit, atij përgjegjësit. Në këto kushte ai do t'i hypi furgonit, do vinë në Tiranë, por që të vinë në Tiranë do ketë një kosto tjetër. Edhe ju dini se sa të merr sisht është hyrë në Tiranë. A do ta gjej drejtorinë se ku do jetë në Tiranë? Po. Tani Raymond, edhe nëse e gjen nuk të lejon dikush të edhe nëse e gjen, do vi një ditë nuk do gjej drejtorin aty në Tiranë, se ndodh rëndom se edhe drejtori mund të ketë edhe ato problematikat. Edhe ajo çfarë tha Sabina pak më herët, pra fakti që një praktikë e tillë sot po aplikohet edhe në Shkodër, edhe në Durrës, dhe vetë kryeministri paralajmëroi që ky nuk është rasti i parë dhe nuk do të jetë as i fundit, që do thotë njëjtin fakt do kenë edhe zyra agjenci të tjera të kadastrës. Tani, keni ju informacione rreth këtyre lëvizjeve dhe cilat mund të jenë të radhës, le themi që do... T'ju shpjegoj se kjo ka edhe një deduksion logjik që duket shqeto fare dhe secili mund ta kuptoj. Kjo nuk do ndodhi në të gjithë Shqipërinë, kjo do ndodhi vetëm në zonat e mëdha të interesit. Siç e keni parë, ka ndodhur në fillim në Durrës. Pse ka ndodhur në Durrës? Sepse në Durrës është një investitor strategjik që po ndërton, që ka marrë të gjithë pronat e Durrësit, që po bëhet Bregdeti aty ai Alabara, nuk e di çfarë ka. Dhe e ka sjell atë kadastër, e solli që ta kishte më kollaj për ta pasur, është vetë rrethanat e punës në një komunitet kur është më i vogël, është më e thjesht të hapet ai manipulimi i dokumentacionit që bëhet, sa më lart të vi, aq më sekrete janë dokumentacionet dhe mbahen nga këto organet ligjzbatuese këtu sipër. Dhe ka ndodhur vetëm në këto kadastra, ka ndodhur në Durrësin të parën, po ndodh në Vlorën tani sepse po ofrohet një projekt strategjik për këto Zvërnecin, Sazanin, a ku diun se çfarë janë tjerë atje. Edhe Vlora është një qytet shumë i lakmuar që vitet e fundit aeroporti i rriti vlerën pronave për hir të vërtetës edhe shumë investime që kanë shkuar në atë qytet. Mirë, edhe për shkak të tipologjisë së problematikave që ka pasur ndër vite Vlora. Jo, nuk lidhet. Çështjet e pronësisë në Vlorë kanë qenë më të theksuara. Kanë gjithmonë në zonat bregdetare do të jetë. Sa titullar ka pasur që janë ndryshuar? Po këto kadastra kanë ardhur edhe në Tiranë. Nuk ka ardhur kadastra skrapari në Tiranë, nuk ka ardhur Dibrës, as nuk do vi kurrë. Sikur të digitalizohet çdo centimetër letër atje në ASHK, kur do ta sjellin Dibrën në Tiranë, kur do ta sjellin skrapari ka 3 punojës gjithsej, nuk ka topograf për të ndarë edhe rin praktikat atje, se nuk ka që t'i ekzekutojë ato praktika. Pse nuk e sjellin këtë skraparin kur i dun shumë që t'ia kthejnë ato përgjigje atyre njerëzve? Nuk e sjellin atë në Tiranë, po mendojnë për Vlorën sepse Vlora është ajo torta që ndahet midis pushtetit, midis investitorëve strategjik, që është vetë pushteti, që është vetë politikanët. Ndërkohë, duhet ndalemi, fokusohem tek Raymondi, duke qenë se nuk e kishim në dy pjesë të tjera, por edhe disa aspekte që kanë të bëjnë me atë çfarë ka ndodhur sa i takon procesit edhe çështjes së pronave, veçanërisht sepse është edhe Agjencia e Trajtimit të Pronave, por duke u fokusuar tek Agjencia e Kadastrës. Për t'i dhënë, le të themi, impulse gjithë procesit edhe për ta përfunduar, sepse është një proces i zvarritur në kohë, ka marrë vite të tëra dhe ende sot ka familje të cilat nuk e kanë marrë dokumentin e pronësisë. Ka pasur disa vendimarrje të cilat janë konsideruar me rëndësi në momentin kur janë publikuar. I referohemi këtu dhe kam parasysh marrëveshjen me bashkit, pra për t'i bërë bashkit njësitë e qeverisjes vendore palë të procesit, nga ana tjetër edhe marrëveshjen me gjeodetët, për cilën edhe në këtë studio kemi folur, se sa e rëndësishme u konsiderua në fazat e hershme dhe çfarë ndodhi rrugës pasaj që nuk dha rezultatin e pritshëm. Në raport me këto dy vendimarrje të paktën, çfarë ka ndodhur? A kanë dhënë impakt lidhur me çështjet e pronësisë, të cilat sot mbeten sërish rafteve të kadastrës? Shikoj, duhet t'i prek të dyja këto raste dhe duhet të them që veprimtaria si po e trajton ASHK-ja është në kundërshtim me atë që thot. Para pak kohësh nxjerr një VKM për ta decentralizuar, për ta çuar shërbimin edhe tek bashkitë.
Edhe ato e nxorën për efekte për efekte politike, sepse vetë nuk i menaxhojnë dot, edhe për t'i çuar këto njerëz edhe te një hallk tjetër, pushteti vendor që të merren atje. Dhe tani në kundërshtim me atë politikë që nxjerrin për ta çuar pranë pushtetit vendor, tani ja heqin fare atë kadastrën. Edhe thon ta çojmë pranë shërbimin tek pushteti vendor, edhe tani ja heqin fare zonës qarkut këtë. Pra është një në raport me ato kompetencat shtesë që u dhanë, pra fakti që bashki do të kishin një zyrë të posaçme ku mund të shkonin qytetarët, si mund të ndikojë një lëvizje e tillë? Po ka zero lëvizje, sepse ato nuk ka... Fakti që nuk ke më zyra kadastre në Vlorë, ndërkohë që bashkia e Vlorës ka një zyrë nëse e ka ngritur, në zbatim ASHK-ja në fushën e zbatimit saj nuk ka vetëm regjistrimin apo certifikimin që e përdorin, që thonë që do ta japim digital, ka dhe legalizimet. Si do të shkojë një punojës nga Drejtoria e Tiranës, do të shkojnë në Vlorë për të kryer një matje, i duhet e gjithë dita edhe i Arabi ta bëj një dhe nuk paguhen edhe dietat, se duhet me edhe me shpenzimet e vetës. Do t'i paguaj edhe dieta atij që të shkojë deri në Vlorë për matë, sepse këto nuk tregon transparent, nuk tregon në asnjë moment transparent. To sektorët e legalizimit, edhe të Shkodrës që përmendi avokatja para se të vija këtu në studio, që përmendi, edhe tek Vlora, edhe tek Durrësi, drejtoritë këto sektorët e legalizimit i kanë lënë atje, nuk i kanë sjellë në Tiranë. Pra këto drejtori funksionojnë me dy zyra, pra janë ca drejtora që do funksionojnë, do rrinë drejtor në Tiranë për kadastrën, drejtor në Vlorë për legalizimet. Do shkoj ditë në Tiranë, i ditë në Vlorë. Do jetë Tiranë, Vlorë, vajtje ardhje, një drejtues, sepse sektori legalizimit është atje. Ai procesi që i kanë atashuar dhe bashkive. Edhe në rastin e Vlorës, edhe njëherë ta kuptojmë. Rastin e Vlorës, edhe në rastin e Vlorës. Që do thotë sektorët e legalizimit rrinë në zonë atje në Vlorë, në qark. Nuk vjen këtu në Tiranë, kanë ardhur vetëm regjistrat kadastrale. Ta shikojmë pak urdhrin e agjencisë, nuk e përcakton një gjë të tillë? Jo, nuk e përcakton. As për Shkodrën nuk e ka përcaktuar një gjë të tillë. Okej, urdhri që mban datën 23 i pari 2026 përcakton që zhvendosjen e strukturave të mbetura të drejtorisë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Vlorë, që ushtrojnë veprimtarinë në qytetin e Vlorës në ambientet e godinës së ASHK me adresë Rruga Jordan Misja. Zhvendosjen e ambienteve të punës duhet përfundojë brenda 31 janari 2026 dhe ngarkohet drejtoria ASHK Vlorë, drejtoria vlerësimit për zbatimin. Ky është urdhri i kadastrës. Urdhri i kadastrës. Ta kuptojmë pak. Për legalizimet do të qëndrojë hapur? Legalizimet do të qëndrojnë dhe janë pranë qarqeve, janë pranë ku e kanë ushtruar veprimtarinë. Edhe në Shkodër është e njëjta gjë. Po kjo për kë vlen pastaj? Vetëm për sistemin kadastral. Vetëm për certifikimin, vetëm për kartel, hartë, certifikat, vetëm për regjistrimin. Po mirë, kjo është halka më e rëndësishme. Jo, së halka më rëndësishme, se legalizimin e halkë shumë rëndësishme. Jo, legalizimi pa tapin certifikatën e procesit legalizimi nuk është një proces i shputur nga certifikimi, certifikimi edhe të gjëra. Janë procese që shkojnë në sinkron njëri me tjetrin. Edhe këto veti bashkuan i bën një institucion. Sepse është procesi përbashkët i tillë, interesi përbashkët. Legalizimi pa diskutim është, le themi, në momentin që legalizohet pajisjet me lejen e legalizimit, duhet nis procedurën e regjistrimit dhe pajisjen me certifikatën e pronësisë. Janë të lidhura, nuk e diskutojmë të gjë. Luiznit, një qytetar do t'i ndjek në drejtorinë e Vlorës fizikisht dhe masandej për të vazhduar regjistrimin e asaj leje se legalizimi, për ta trajtuar një praktik legalizimi, drejtoria e Vlorës do të vi deri në Tiranë të marrin gjendjen juridike si është pronës, regjistrat juridik vijnë në Tiranë, gjendja pronës vjen në Tiranë. Pra do transferohen të gjitha në Tiranë. Të gjitha do transferohen në Tiranë dhe për të marrë një gjendje juridike për ta trajtuar atë dosjen për legalizim, do vi brenda drejtorisë, ai do vi të marrë gjendjen juridike në Tiranë, do vi me postat, do ta marrin me telefon gjendjen juridike, asi e marrin. Është një zgjidhje që do ta shohim në ditët në vijim. Por kështu e kanë bërë, domethënë, që brenda, domethënë, edhe i bashkuan që të jenë një, tani po i ndajnë. I bashkuan juridikisht, po i ndajnë fizikisht. ASHK-n me legalizimet, dhe më thënë kadastrën me legalizimet. Procesit të duhen me kanë të bashkë. Po si qishte hipoteka me Aluiznin. Po si qishte, i bashkuan për mbarvajtjet procesit. Tani pse po i ndanë për mbarvajtjet, prap po i ndanë. Ja heq Vlorës nga atje, qoftë se dy drejtoritë përpara ishin të dyja në Vlorë, sot ngelet vetëm sektori legalizimit në Vlorë, gjendjen juridike do vi ta marrin ta kërkojnë Tiranë.
Pra është një rrëmuj që nuk ka. E qartë, po... Kjo rrëmuj, pastaj këto urdhë administrativ nuk i vjen dispozicion nuk kanë dalë adresat se si do të funksionojnë të drejtori. Kur ti drejtohet një organ kompetent, Prokuroria e Vlorës, që ndjek çështje penale, gjykata e Vlorës, do t'i drejtohet me seli në Tiranë apo do t'i drejtohet me seli në Vlorë, sepse gjysma e drejtorisë rinë në Vlorë. Edhe Shkodra këtë bën. Disa specialistë rinë në Shkodër, te drejtoria e Shkodrës, disa rinë në Tiranë. Drejtoresha e Shkodrës 2 ditë në Tiranë, 3 ditë në Shkodër. Varet sipas dinamikës së punës që tjetë. Dhe me thonë, kjo bëhet jo vetëm thjesht për të zvarritur dhe për të cënuar të drejtat e punonjësve në mënyrë arbitrare dhe të kontraligjshme, por mbi të gjitha bëhet zvarritje të drejtës së pronësisë dhe të qytetarëve. Sepse reflektohet. Se përsëri, dhe me thonë, nëse jemi zvarritur, deri dikur jemi zvarritur, pa thona 1 muaj, 2 muaj për me marrë një përgjigje, tani ta kanë me kthy veshin mbrapsht, dhe me thonë edhe me kap veshin mbrapsht. Do t'ja kalojnë kompetencën e tjetrit. Ta luizni thotë ka ardhur përgjigje nga Tirana, Tirana do thotë ka përgjigje luizni nga Vlora. Ping-pongu institucional që është bërë gjithmonë do jetë akoma do hapa dhe fusha më e madhe ping-pongu, do luhet më gjatë, do jetë. Po marrëveshja me geodetët në çfarë faze është? Po është një marrëveshje që nuk ka dhënë ai frut. Është vënë në zbatim apo? Jo, si marrëveshje ka filluar të vijë në zbatim. U përshëndet, po nuk është se ka pas ndonjë efekt, le të themi në efekt kush e di, sepse kjo varet nga kërkesat që kanë, domethënë sepse ai si shërbim që kur e ofron Qendra e Kadastrës Digjitale është një shërbim që është pa pagesë, le të themi në thojza, ndërsa tek ne është menduar që ky shërbim do të ishte sipas interesave të caktuar të njërit apo tjetrit të palëve të interesuar. Sa kohë ka pas palë të interesuara për të ndjek 1, 2, 3, 5 praktika me iniciativën tonë nuk mund të bëhen si grup interesi. Pastaj neve si grup interesi këto lëvizje të këtyre drejtorive edhe na dëmtojnë. Domethënë unë kam marrë me 10 mesazhe nga studio topografike që ofrojnë shërbimin kadastral në këto qytete. Tani së fundmi nga Vlora që ankohen për këtë se i bie që do t'i mbyllen ato njësi shërbimi që kanë, që mbajnë dhe kanë investuar për këtë proces. I bie që do të transferohen dhe ato në Tiranë ose do të ta mbyllin aktivitetin. E qartë. Që përshkëthehet në kosto dhe papunësi. Si kosto, papunësi. Dhe topografët dhe geodetët dhe gjithë mbeten të papunësi. Një strategji që bani edhe me mbylljen e gjykatave në rrethe. Do me thonë, ja heku aksesin qytetarit, ja heku të drejtën invalidit, të smurit, edhe grusë dhënuar e cila të ke pasur gjykatën edhe prokurorina të kishte me tepër efikasitet edhe akses, do me thonë më paraqit edhe më kërku mbrojtje në një mënyrë, në një kohë më të shpejt dhe në mënyrë të drejt për drejt, dhe tani bashkovi do me thonë gjykata, disa i shkrivi, bashkovi gjykatat në një qytet, mandaj na shkrivi gjykatat e apelit dhe çdo gjë që bëhet, nuk bëhet që të përfaqësoj dhe të mbrojë tymër e qytetar, bëhet që me të ardh hakut, me ta zvarrit të drejtën në mënyrë që ti mos ta marrësh shkurt. Mbi të gjitha nuk ka një raport teknik, se po të kishte një raport teknik, të ishte marrë një mendim teknik nga specialist të fushës, do të ishte përshëndetur nga të gjithë, të ishin pyet të njerëz që punojnë me këto, që kanë akses me këto punimet, shërbimet kadastrale, çdo kusht ishte pyetur që, domethënë ishte bërë një plan strategjik, le të them, si bën plan, një vlerësim, nderuar, sa po vjen nesh me fjalët e tua, sepse edhe nëse unë si punojse, le të themi që punojësit sot nuk kanë kurajo të debatojnë apo të ngrenë zërin sepse marrin ndërmjet largim të menjëhershëm nga puna, por ti pak më përpara the që bëhet në vendin dhe në qytete ku ka një interes strategjik përsa i përket me marrë tokat. Jo, a i thot paktën edhe në punështet aktuale, kur është marrë një vendim në mënyrë arbitrare, ka një vendim në mënyrë arbitrare, është e rëndësishme që së paku të shkohet të legjitimohet. Se e kisha të kontekstit që te për gjykatë, të merret një mendim specialistësh, edhe kjo gjyqtarët, po të ishte marrë një mendim, nuk do ishte bërë kjo, se nuk duan të... Ku mund të marrët një mendim specialist ku këtu të gjithë janë të nënshkruar. Janë krijuar, se unë kam ndjek të proces kanë shumë herë që punoj me pasuritë e paluajtshme. Kur është konceptuar zyra e regjistrimit, janë konceptuar 26 zyra vendore. Kemi 12 qarqe, janë konceptuar 26 zyra vendore. Pra ka pas edhe qarqe që kanë pas më shumë zyra se sa një zyrë vendore. Qarku Tiranës
Tani nuk e di sepse këto i ndryshojnë çdo ditë. Bëjnë Tirana Veri, Tirana Jug, Tirana Est, Tirana... Në Tiranë, 4... Po janë shumë Tiranë, se janë edhe rurale. Tirana Veri, Tirana Jug, Kamës, Vor, Kashar, i kanë kështu si pas... Edhe ne humbasim, do me thënë më njëherë, sepse rrinë të vinë ndryshu të shëpar, ne e dërgojmë adresën e vjetër, dhe më dhe thonë jo, po apliko dhe njëherë. Po apliko dhe njëherë, se së zona lidimit i përkon dhe Tirana Veri dhe Tirana Jug. Po e kanë fjallën kur konceptua, kur ishin 12 më herët, janë konceptuar 26 zyra vendore, edhe u konceptuan nga programi USAID që ka qenë në ndërtimin e këtij sistemi, u konceptuan që këto zyrat jenë pranë qytetarëve, sepse tipologjia e një prone, tipologjia e administrimit ndarjes një prone tek një qark nuk është e njëjtë si te një qark tjetër. Domethënë, dhe për këto arsye, sipas zonave, ato përcaktuan që kjo zonë duhet të ketë zyrë vendore, sepse tipologjia ndarjes tokës në skrapar, në majtë skraparit, nuk është një lloj si ajo që është ndarë në Vlorë. Sa kohë i duhet një qytetari të presë punonjësit e Agjencisë Shtetërore Kadastrës apo të Aluiznit të vitë të bëjë matjet për të dalë në konkluzionin për të dhënë lejen legalizimit? Sa kohë i duhet kur të janë të gjitha drejtoritë dhe drejtoritë e Aluiznit dhe të gjitha qytetet? Po në momentin që nuk do jenë për qytete, sa kohë do i duhet një qytetari që të vijë një specialist nga Tirana të kryejë matjet? Pra, përkthehet kosto monetare dhe kosto nuk ka një kemi mbërritur në fund. Kemi mbërritur në fund, Raimond, faleminderit. Faleminderit, kënaqësi që ishe me ne. Faleminderit edhe ju që na ndoqët. Ne kemi mbërritur në fund të emisionit edhe për sot. Takimi i radhës do të jetë nesër, si gjithmonë në orën 16. Deri atëherë kaloni sa më mirë, miru takofshi.